Përshëndetje të dashur miqtë e mi të kanalit Monitor TV. Ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin për të nisur ditën ton maraton sot të gjatë të komentimeve. Do të flasim rreth ngjarjeve më të fundit, do të flasim rreth situatave më të fundit që në fakt kanë shënjuar momente fantastike në jetën e personazheve publik. Nata e mbrëmshme ishte një natë, një vullosje të madhe që unë kam folur për ditë të tëra dhe të një vërtetësie që unë e kam bërtitur, që unë e kam treguar, por ishin të pakët ato që besonin, sepse më thonin Tiranë, nga lëvizjet e tyre ne po çakordohemi shumë. Me thënë, duke qenë të akorduar në një linjë, ne po çakordohemi nga lëvizjet e tyre. Do të flas pikërisht për Brikenën dhe për Mateon. Brikena dhe Mateo së fundmi kanë qenë në shënjestër të medias ros, është komentuar shumë për to, është folur shumë për to, është analizuar shumë për to, do me thënë kemi patur qëndrime të ndryshme në raport me lidhjen e tyre, me historikun e tyre dhe me dashurinë e tyre. Ka patur nga skeptikët të cilët nuk besonin në këtë lidhje dashurie, ka patur nga ato të cilët ishin të bindur se diçka e bukur ndodh mes tyre, por kam qenë unë gjithmonë i cili kam qenë koherent dhe e kam bërtitur me zë të lartë që Mateo dhe Brikena harmonikisht janë shumë të lumtur dhe gëzojnë një dashuri të bukur me njëri tjetrin. Intervistat bëhen të veçanta kur në këto intervista ka protagonist të veçantë. Dhe intervista më e bukur e Brikenës ishte intervista me Mateon, ku çifti në këtë minutazh të shkurtër u munduan të tregojnë të gjitha dimensionet e marrëdhënies së tyre. U munduan të tregojnë të gjitha momentet e marrëdhënies së tyre. Do me thënë, edhe një herë u dëshmuaj që marrëdhënia është shumë e bukur dhe raporti i tyre është fantastik. Unë pash disa mimika që realisht janë mimika lumturie, një Briken që qeshte pafund, një Briken që dhuronte dashuri pafund dhe një Briken që dhuronte energji pafund, dhe nga ana tjetër pash një Mateo i cili diti të dhuroj po të njëjtin pozitivitet, diti të dhuroj po të njëjtën energji dhe diti vërtet t'i shprehen ato fjalët e shpirtit, fjalët që në të vërtet i thot zemrat. Me thënë, pash një Mateo fantastik dhe një Brikena fantastike. Unë fillimisht, para se të vazhdoj komentimin, ju uroj të gjitha të mirat, kanë shëndritur mbrëm në intervistën e tyre, ishin të përsosur, sinqerisht, dhe me thënë, nuk mund të vë në pah një moment që mua nuk më joshi, nuk më tërhoqi në këtë intervistë, dhe me thënë ishin magjik që të dy, dhe uroj me zemër që të vazhdoj kështu raporti dhe marrëdhënia e tyre, sepse kanë patur një raport dhe një marrëdhënie shumë korekte, një raport dhe një marrëdhënie që vërtet na ka bërë që të jemi të lumtur, të gëzuar dhe të bekuar në këtë lidhje, ne që nuk jemi shumë edhe aq pjesë e tyre, por që do të thënë tashmë jemi familiarizuar, do të thënë ka qenë gjithçka perfekt. Nga ana e Mateos, unë shoh dashuri të sinqert, shoh dashuri të vërtet, shoh një Mateo që ka krijuar një lidhje të veçantë me Brikenën, një lidhje që realisht e kanë vetëm ato të dy, dhe është nga ato lidhje që din të jenë edhe shumë shok të mirë, por din të jenë edhe një çift perfektë, do me thënë kanë krijuar një kimi fantastike që çuditërisht në ditën ku ne jetojmë, edhe nuk mund ta gjesh këtë kimin, edhe nuk mund ta kesh këtë kimin, edhe nuk mund ta bërtasësh me zë këtë kimin, do me thënë, janë një çift që mua, do me thënë, me syrin tim unë i shoh shumë ideal. Nga Brikena, pash një Brikena tepër të lumtur, një Brikena shumë dinjitoze, do me thënë një Brikena që tregon qartazit çdo ditë që raporti është energjia më e bukur për ta sfiduar këtë rrugtim, sepse Top Arena nuk është një rrugtim i lehtë, është një rrugtim që do fokus,
do energji, do pozitivitet, do shpirt çdo ditë. Dhe unë e shoh një Brikena që në të gjitha dimensionet e saj mundohet që t'i tregoj shpirtin top arenës dhe të bëj gjërat më të bukura. Gjërat po dalin, siç i kam thënë unë, domethënë raporti është shumë i mirë, marrëdhënia është harmonikisht shumë korrekte, gjërat po shkojnë drejt më të mirës, gjërat po shkojnë drejt më të bukurës, çifti çdo ditë edhe më shumë po na surprizon, prandaj ju thoja që mos të merremi shumë me këtë, e ka fshi, se ka fshi, e ka pjesë të rrjeteve sociale, nuk e ka pjesë të rrjeteve sociale, do me thënë mos të merremi shumë me këtë pjesën, por të flasim për dashurinë e bukur. Unë te ky çift kam parë emocion, unë te ky çift kam parë ndjesi, unë te ky çift kam parë dashuri dhe në asnjë mënyrë nuk e hedh në tokë atë energjinë e bukur, atë pozitivitetin, atë adrenalinën që ky çift e ka dhe po e bën. Dhe uroj me zemër që gjithmonë t'ju shkojë kështu. Tani çfarë presim nga Briteo në të ardhmen? Nga Briteo në të ardhmen presim vetëm dashuri, presim vetëm momente të bukura dhe atë darsmën e premtuar nga Sasha, domethënë atë dasmën të madhe te Kalaja, por unë pash domethënë një çift që vërtet janë shumë të lumtur. Domethënë natën e mbrëmshme i kanë vënë pikat mbi i. Me intervistën e tyre ka qenë diçka shumë glamur, shumë dinjitoze dhe një marrëdhënie shumë korrekte. Unë e pash që Mateo ndihet shumë i lumtur me Brikenën, gjithashtu edhe Brikena ndihet shumë e lumtur me Mateon. Lumturia vjen në momentin kur ka dashuri, në momentin kur ka përputhshmëri të mendimeve, unë e shoh që Mateo është pak më i butë në raport, sepse këtë dimensionin e lartë dëshiron t'ia lërë Brikenës, por raporti tyre është një raport shumë i bukur, e përgëzoj dhe sinqerisht e duar trokas. Ju vazhdoni të më ndiqni mua me subscribe këtu në kanalin Monitor TV, me patjetër jepeni mendimin tuaj në komente, tregoni mendimin tuaj, shprehni mendimin tuaj, ne jemi këtu të lirë për të bashkë biseduar të gjithë për të dhënë idetë tona në raport me të gjithë rrugtimin e personazheve publik, pa marrë parasysh kushdo qofshin. Qëndroni me ne, unë do të sjell lajmet më të fundit dhe do ju informoj rreth çdo detaj që ka të bëjë me personazhet publik, që ka të bëjë me përditshmërinë e tyre dhe që ka të bëjë me jetën e tyre. Më thënë, raporti i Brikenës edhe Mateos është një raport harmonikisht shumë i lumtur, nuk ekziston një ndarje dhe nuk ka asnjë krisje në raportin e tyre. Vazhdoni të më ndiqni me subscribe dhe jepni mendimin tuaj. Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar rreth ngjarjeve më të fundit që tashmë po ndodhin në jetën e Luizit edhe Kiarës. Fatmirësisht, dua ta them fatmirësisht, fansat e Luizit janë të stresuar përse Luizi nuk është shumë aktiv në rrjetet sociale, çfarë po ndodh me të, kur do të dalin këngët, Kiara është aktive, si është jeta e tyre. Luizi dhe Kiara tashmë pas pushimeve që bën, domethënë pushime shumë të bukura së bashku me nënën e tyre, zonjën Angelin, kanë përzgjedhur që të fokusohen në projektet edhe në punët e tyre. Me patjetër që Luizi 5 këngët e premtuara do t'i poston shumë shpejt në kanalin e tij zyrtar në YouTube. Domethënë këngë që janë vërtet hite të bukura që Luizi ka punuar me shumë emocion dhe i ka punuar me shumë energji të bukur. Përkundrazi kësaj gjëje, që Luizi domethënë çfarëdo që të bën nuk i largohet muzikës, nuk i largohet gjës së shpirtit të tij, sepse muzika është pjesa shpirtërore. Luizi po punon me shumë vendosmëri për të sjellur edhe emisionin më të rinj, një emision që në fakt do t'jetë një dimension në vete, një emision që do t'jetë për herë të parë dhe që do të mahnis publikun shqiptar me daljen e tij televizive si moderator. Domethënë Luizin e kemi
të pozicionuar në 2 kënde, Luizin e kemi të pozicionuar në 2 destinacione që besoj dhe jam i bindur që do të na shokoj të gjithëve me dashurinë e madhe, me respektin e madhe, me atë gjën e bukur që ta bën për publikun. Çifti është i fokusuar në projekte, do të thënë Kiara tash është më në portokallinë verore që udhtojnë qytet më qytet. Janë dy, do të thënë janë 2 ngjarje që në fakt po shënojnë sukseset jashtëzakonshme të çifti dhe me patjetër që çifti do të jetë aktiv atëherë kur të ketë për të dhënë për publikun. Luizi nuk është një personazh që preferon të rrijë gjatë gjithkohës në Instagram, nuk është një personazh që preferon, domethënë thjesht të bëj story kot pa lidhje që s'kan logjik. Luizi dëshiron që të qëndrojë në rrjetet sociale në momentin kur ka për të dhënë diçka. Dhe në këtë rast Luizi vërtet ka dhënë dhe vazhdon të jep gjëra të bukura. Do të thënë nga Luizi kemi projekte fantastike në aspektin artistik, do të thënë këngë të punuara bukur, këngë të me shumë dashuri, këngë me shumë botë, këngë me shumë emocion. Nga Kiara kemi pjesën e Portokallisë Kysmet në shtator, do të thënë do ta starton Portokallin, por tani çifti është i fokusuar tek planet e së ardhmes, gjëra që në fakt janë shumë domethënëse për to. Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tiran Alilin. Jam këtu pranë jush për të bërë një përmbledhje të ngjarjeve të fundit që kanë ndodhur në jetën e Mateos edhe Brikenës. Mateo dhe Brikena kanë përfunduar një nga episodet më të bukura, një nga rrugtimet e tyre më interesante të Top Arenës. Mateo dhe Brikena kanë qenë në qendër të vëmendjes për të gjitha atë rrugtim të bukur që kanë bërë, për të gjitha atë emocion që kanë dhënë dhe për të gjitha atë talent në fakt që kanë shfaqur në aspektin e moderimit. Unë dua të përgëzoj Mateon për maturinë që tregoi, për shkattësinë që tregoi dhe për inteligjencën që tregoi. Nuk është e lehtë, më besoni që nuk është e lehtë të intervistosh personazhe, siç janë personazhet në televizionin Top Channel, do të thënë artistë me shumë peshë, emra të cilët ti ndoshta më herët i ke dëgjuar dhe kur nuk e patur shansin që t'i takosh. Kjo gjëja në fakt ka qenë sfida që Mateo e kishte me veten, por njëkohësisht edhe Brikena. Tani, shumicës i ka pëlqyer, por kam patur ca nga ato që kanë qenë kritik në fakt ndaj çiftit. Unë personalisht do të kisha duar trokitur Mateon edhe Brikenën, sepse Mateo dhe Brikena nuk e kanë bërë asnjëherë rolin e moderatorit. Për një personazh i cili nuk ka qenë kurrë moderator, të del në një emision live, drejt për drejt, do me thënë, të moderoj me orë të tëra dhe të jetë energjia ati emisionin, nuk është e lehtë, është sfidë më vete. Moderatorët fillestar bëjnë gabime në emisione me xhirime, që pastaj do me thënë editojnë ato video e jo më të dalësh live, duke e ditur edhe peshën se çfarë audiencë të ndjek, çfarë shikueshmëri e ka dhe sa jeti në qendër të vëmendjes. Kjo është një shkattësi ku Mateo dhe Brikena për gjitha ato epizoda nuk bën asnjë gaf të vetme me njëri tjetrin, nuk bën asnjë lloj gabimi në emision dhe besoj që treguan një talent jashtëzakonshëm për të qenë pjesë e kësaj medie. Shumica më pyesin Tiran si mendon, a mendon që Mateo do të jetë pjesë e televizionit Top Channel? Unë një herë e di që Mateo gjatë muajit gusht do t'i dhuroj pak pushim vete, sepse është një sfidë më vete kjo gjë, është një luftë më vete realisht të kesh gjithë këtë angazhim. Mateo ka qenë në 2 emisione, She's on Top dhe Top Arena, që është domethënë edhe një sfidë më e madhe. Ku më pas jam i bindur që Brikena do të pozicionohet në një emision që i takon natyrës së saj, që mund të jetë edhe trotuari ku Brikena mund të jetë pjesë e panelit për të komentuar ngjarje që do ndodhin tashmë në Big Brother VIP Albania 6, që Brikena mund ta luajë këtë rolin shumë bukur dhe besoj që do të jetë, ndërsa Mateon për mendimin tim unë e pres që të zërë pozicion të rëndësishëm në emisionin Përputhen, aty nga ku Mateo edhe vjen. Dua të marr mendimin tuaj. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, që ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirana Lilin. Jam këtu pranë jush për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dua tani të flas pak për Selin Bollati. Selina, siç duket, ka gjetur një dashuri të madhe te Gimboja. Nuk flas për familjen e Gimbo sepse e di që e respektojnë jashtëzakonisht shumë.
por e ka gjetur dashuri tek njerëzit të cilët t'i dhurojnë dashuri të vërtetë. Selina kohëve të fundit, të paktën këto 3-4 ditë, ndodhet në Kosovë. Ajo atje ka shkuar për një vizitë tek familja e Gimbos, tek kunatat e saj, tek vjera e saj, dhe duke që raporti është harmonikisht është shumë i lumtur. Unë që në Big Brother në fakt, sepse ka patur shumë pikpyetje, a do të ketë Selina një raport të mirë me Vjerën, a nuk do të ketë një raport të mirë, si do të jetë marrëdhënia e tyre. Unë që në Big Brother kur ishte Selin Bollati, e kam ditur që Selina do të ketë një raport të shkëlqyer. Do të thoni pse? Selina është rritur, me aq informacione sa ka marrun për Selinën, Selina është rritur në një familje shumë të madhe, do me thënë familja e saj kanë qenë jashtëzakonisht kontribues në jetën e Selin Bollatit, kontribues në aspektin e dashurisë, janë rritur me rregulla familjare, do me thënë kanë qenë familje tradicionale, është respektuar halla, tezja, daja, do me thënë kanë qenë familje me këmbën në tokë. Dhe Selin Bollati edhe në shtëpinë e Big Brotherit tregoi që është njeri në fund të ditës me këmbë në tokë, është njeri si të gjithë të tjerët. Shqiptarët, pasi që raportet tashmë kunate dhe vjerë kanë ndryshuar, janë prishur, shqiptarët kishin frigën që Selina nuk do të ketë raport të mirë sepse Gimbo ka shumë motra. Por Selina tregoi krejtësisht të kundërtën. Selina tregoi që ka një respekt të veçantë edhe ka dashuri të veçantë për familjen e Gimbos. Unë tek Selina kam parë vërtet shumë njerëzilik. Ajo kur ishte në Big Brother tregonte shumë njerëzilik, tregonte shumë anë të saj pozitive që mendoj që edhe në të ardhmen do të ketë një raport shumë të bukur me vjerën e saj. Nga informacione që kam unë, Selina ka ndarë çaste dhe momente të bukura me kunatat, ka takuar vjerën, edhe kanë drekuar në Kosovë së bashku, dhe kjo tregon që Selina po investon që të ketë një harmoni familjare me saj dhe familjes së Gimbos. Mendoj që do të jetë një nuse ideale, një nuse fantastike, por këto ditë në Prishtinë Selina po i shijon në të gjitha dimensionet e saj, edhe po kënaqet në përditshmëri, domethënë si me Gimbon ashtu dhe me familjen.